Horoskopi ditor e martë 11 nëntor 2025. Dashi. Rreshtimet planetare të sotme theksojnë komunikimin dhe ndjekjet intelektuale. Planeti juaj sundues Marsi është në harmoni me Merkurin, duke ju inkurajuar të shprehni mendimet dhe idetë tuaja me besim. Kjo është koha e përsosur për negociata dhe projekte bashkëpunuese. Mund të ndjeni gjithashtu një dëshirë të fortë për të mësuar diçka të re. Prandaj përfitoni nga burimet online ose regjistrohuni për një seminar. Megjithatë, keni kujdes nga padurimi, veçanërisht kur keni të bëni me ata që mund të mos e kuptojnë menjëherë entuziazmin tuaj. Në marrëdhënie, nxitja e dialogut të hapur mund të ndihmojë në forcimin e lidhjeve. Nëse keni qenë duke menduar për një ndryshim në lidhje me shëndetin, siç është një rutinë re fitnesi ose dieta, yjet mbështesin iniciativën tuaj. Mos harroni të balanconi punën me relaksimin për të ruajtur ekuilibrin e brendshëm. Duke qëndruar të vetëdijshëm për nivelet tuaja të energjisë, mund të siguroni një ditë produktive dhe harmonike përpara. Demi. Yjet e sotëm ju inkurajojnë të përqendroheni te financat dhe vlerat personale. Me Venusin, planetin tuaj sundues, që shkëlqen në një fushë të lidhur me pasurinë dhe sigurinë, mund të gjeni mundësi për të rritur të ardhurat tuaja ose për të përmirësuar strategjitë e kursimit. Është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin tuaj ose për të bërë investime që përputhen me qëllimet tuaja afatgjata. Në marrëdhënie, praktikoni bujarinë dhe mirënjohjen. Këto qëndrime do të kthehen pozitivisht në mënyra të shumta. Nëse keni të bëni me detyra pune, vazhdoni me durim dhe këmbëngulje, të cilat janë pika juaj e fortë. Qëndroni të qëndrueshëm mes mjediseve në ndryshim duke ushqyer mirëqenien tuaj përmes aktiviteteve fizike ose meditimit. Një ftesë surprizë ose një ngjarje shoqërore mund të çojë në lidhje kuptimplote. Përqafoni përvoja të reja dhe besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime sot. Në përgjithësi, dita ka potencial për rritje personale dhe financiare nëse i afroheni me qëndrueshmërinë dhe vëmendjen tuaj karakteristike ndaj detajeve. Binjakët. 11 nëntori sjell një nxitje në kreativitet dhe vetëshprehje për shkak të pozicionit inkurajues të Mërkurit. Sharmi dhe zgjuarësia juaj natyrore zmadhohen, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për rrjedhim ose socializim. Qoftë në punë apo në jetën tuaj personale, ide të reja lulëzojnë. Prandaj sigurohuni që ato të regjistrohen për rafinim në të ardhmen. Angazhohuni në aktivitete që lejojnë shprehjen artistike. Kjo mund të jetë shkrimi, piktura ose çdo mënyrë krijuese që ju thërret. Bashkëpunimet e krijuara sot mund të jenë veçanërisht të frytshme, duke ofruar perspektiva të ndryshme që rrisin pikpamjet tuaja. Emocionalisht mund të ndiheni të tërhequr nga vetanaliza rreth asaj që ju sjell vërtet gëzim. Komunikoni hapur me të dashurit për të shmangur keqkuptimet. Aktivitetet fizike që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen, si vallëzimi ose sportet aventureske, mund të ofrojnë kënaqësi dhe të rrisin mirëqenien. Balanconi detyrat e ditës suaj me argëtim të lehtë, duke mbajtur stresin larg dhe duke ruajtur motivimin. Gaforria. Pozicioni i hënës sot inkurajon vetanalizën dhe qartësinë emocionale. Kjo është një kohë ideale për të kujdesur veten dhe ata që janë afër jush. Natyra juaj empatike është rritur, duke ju lejuar të lidheni thellë me të tjerët dhe të ofroni mbështetje të vlefshme. Mbështetuni te miqtë e besuar për ngushëllim ndërsa lundroni në çdo valë emocionale që lind. Në punë, përdorni intuitën tuaj për të udhëhequr proceset e vendimarrjes, të cilat mund të çojnë në rezultate të kënaqshme. Jepini përparësi krijimit të një strehe në shtëpi. Ndryshimet e vogla si pastrimi ose shtimi i prekjeve ngushëlluese mund të kenë ndikime të thella në qetësinë tuaj mendore. Nëse ndjenjat e pasgjidhura nga e kaluara rishfaqen, adresojini ato me dhëmshuri në vend që t'i shmangni. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni te hidratimi dhe një dietë e ekuilibruar për të ruajtur nivelet e energjisë. Mos harroni, ndërmarrja e hapave të vegjël drejt qëllimeve tuaja sot mund të çojë në përparim të konsiderueshëm në të ardhmen. Besojini instinkteve tuaja dhe përqafojeni transformimin që sjell vetanaliza. Luani. Ndërsa dielli ndriçon sektorin tuaj të komunikimit, shtrirja e sotme është perfekte për të shprehur veten dhe për të krijuar lidhje me ndikim. Cilësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë, duke e bërë atë një kohë të mirë për të propozuar ide të reja në punë ose për të marrë përsipër aktivitete në grup. Dëgjimi aktiv mund të përmirësojë më tej ndërveprimet tuaja, duke hapur rrugën për mirëkuptim dhe bashkëpunim të ndërsjellë. Situatat shoqërore favorizohen, kështu që nëse lind një mundësi për të shoqëruar, përqafojeni atë në maksimum. Marrëdhëniet romantike përfitojnë nga vëmendja dhe ngrohtësia juaj.
planifikoni një dalje të veçantë ose shprehni ndjenjat tuaja sinqerisht. Sidoqoftë, keni kujdes nga impulset e nxitura nga egoja që mund të çojnë në konflikte të paqëllimshme. Kreativiteti rrjedh pamundim sot, prandaj kanalizoni këtë energji në ndjekje artistike ose hobi që ju sjellin gëzim. Ruani ekuilibrin duke qëndruar të qëndrueshëm me aktivitete fizike që rrisin nivelet e energjisë. Kujdesi për veten është jetik, duke ju lejuar të vazhdoni të shkëlqeni gjatë gjithë ditës. Virgjëresha. Ndikimi qiellor i sotëm nxjerr në pa zonën tuaj të shtëpisë dhe familjes. Është një kohë e përshtatshme për të përqendruar në çështje shtëpiake dhe për të forcuar lidhjet me të dashurit. Planifikoni mbledhje familjare ose kaloni kohë cilësore me ata që kanë më shumë rëndësi për ju. Mund të gjeni kënaqësi në organizimin ose zbukurimin e hapësirës suaj të jetesës, gjë që mund të rrisë ndjenjen tuaj të sigurisë dhe paqes. Profesionalisht, qëndroni të orientuar drejt detajeve, pasi kjo do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë që lind me saktësi dhe aftësi. Aftësitë tuaja analitike janë aseti juaj më i fortë sot. Prandaj mos u shmangni nga detyrat komplekse që kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Sa i përket shëndetit, përqendrimi në të ushqyerit dhe përfshirja e stabilitetit në rutinën tuaj do t'ju shërbejë mirë. Qëndroni të hapur ndaj mënyrave të reja për të përmirësuar mirëqenien tuaj të përgjithshme, ndoshta përmes praktikave të vetëdijes ose jogës. Ndërsa dita zhvillohet, mos harroni të besoni instinktet tuaja dhe të mbështeteni në vetvete, duke siguruar një ekuilibër harmonik midis punës dhe jetës në shtëpi. Peshorja. Në yjet e favorshëm të sotëm, aftësitë tuaja shoqërore dhe të komunikimit janë në qendër të vëmendjes. Shfrytëzoni rastin për t'u angazhuar me bashkëmoshatarët dhe anëtarët e komunitetit, pasi kjo mund të çojë në mundësi të dobishme dhe biseda frymëzuese. Rreshtimi i Venusit, planetit tuaj sundues, mbështet harmoninë në marrëdhënie, duke ju inkurajuar të ndërmjetësoni konfliktet me hir dhe diplomaci. Nga tëresat romantike mund të lulëzojnë me biseda të përzemërta. Shprehni ndjenjat tuaja dhe eksploroni dëshirat tuaja lirisht. Në karrierën tuaj, bashkëpunimi në projekte krijuese mund të çojë në përparim të konsiderueshëm, por sigurohuni që të dëgjohen të gjitha zërat për të ruajtur ekuilibrin. Edhe pse shoqërueshmëria juaj është rritur, mos e anashkaloni nevojën për vetmi për të rimbushur. Kushtojini pak kohë për të çlodhur dhe për të shijuar hobi personale që sjellin gëzim. Duke ruajtur një ekuilibër midis ndërveprimeve shoqërore dhe kohës së lirë personale, do të lundroni energjitë e ditës me elegancë dhe kënaqësi, duke siguruar përmbushje në fusha të shumta të jetës suaj. Akrepi. Ndryshimet astrologjike të sotme inkurajojnë introspeksion të thellë dhe veprime transformuese. Me diellin që ndriçon burimet personale dhe vetëvlerësimin, merrni në konsiderat rishikimin e planeve financiare ose eksplorimin e rrugëve të reja për gjenerimin e të ardhurave që rezonojnë me pasionet tuaja. Intuita juaj është veçanërisht e fortë, duke ju udhëhequr në marrjen e vendimeve të informuara. Në marrëdhënie, autenticiteti është aseti juaj më i madh. Shprehni nevojat tuaja me ndershmëri, duke nxitur lidhje më të forta. Përqafoni rritjen personale duke hequr dorë nga besimet e vjetra dhe kufizuese dhe duke mirëpritur perspektivat inovative. Kjo ditë gjithashtu favorizon detoksifikimin, qoftë përmes aktivitetit fizik, siç është yoga ose ecja në natyrë, apo teknikave të rifreskimit mendor si meditimi. Fokusi i vazhdueshëm në mirëqenien holistike do të ofrojë një ndjenjë të ri për të rirë qëllimi dhe energjie. Ndërsa bie mbrëmja, kënaquni me kohën e qetë reflektuese për të integruar mësimet e ditës. Mos harroni, transformimet e nisura sot do të hapin rrugën për suksesin e ardhshëm, duke mbështetur dëshirat tuaja për arritjen e qëllimeve me pasion dhe vendosmëri. Shigjetari. Konfigurimet planetare të sotme nxjerrin në pa aventurën dhe të mësuarit. Me Jupiterin, planetin tuaj sundues që lehtëson zgjerimin, mund të gjeni veten të tërhequr nga eksplorimi i horizonteve të reja, qoftë përmes udhëtimit, arsimit apo ndjekjeve filozofike. Zhytuni në tema që ju intrigojnë ose merrni në konsiderat regjistrimin në një kurs që ndes kuriozitetin tuaj. Rrethi juaj shoqëror mund të zgjerohet gjithashtu ndërsa lidheni me individ me të njëjtat mendime që frymëzojnë rritje dhe kreativitet. Në jetën tuaj profesionale, përqafoni inovacionin dhe jini të hapur ndaj zgjidhjeve jo konvencionale. Optimizmi juaj do t'ju udhëheqë përmes sfidave. Në marrëdhëniet personale, ndershmëria dhe hapja janë parsorë. Prandaj shprehni ndjenjat tuaja pa hezitim. Balancimi i aktivitetit fizik me stimulimin intelektual do t'i mbajë energjitë tuaja të gjalla.
Shmangni te kalimin e vetes duke vendosur përparësi dhe duke rezervuar kohë për pushim. Energjitë kozmike mbështesin një ditë të mbushur me potencial dhe zbulime. Përqafoni këto mundësi për të zgjeruar horizontet tuaja dhe për të kultivuar një kuptim më të thellë. Britsjapi. Energjitë kozmike sot përqendrohen në përparimet në karrierë dhe aspiratat afatgjata. Planetët rreshtohen për të mbështetur ambicjet tuaja, duke e bërë ideale vendosjen e qëllimeve të qarta dhe ndjekjen e tyre me zell. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar mundësi të reja pune apo duke kërkuar të ngjiteni në shkallët e korporatave, ndërmerrni hapa praktik drejt objektivave tuaja profesionale. Disiplina dhe vendosmëria juaj natyrore do t'ju shërbejnë mirë në përballimin e çdo sfide. Rrjedhëzimi me individ me ndikim mund të çojë në njohuri dhe mundësi të rëndësishme. Prandaj jeni të hapur për diskutime. Në frontin e shtëpisë, përpiquni të krijoni ekuilibër, duke adresuar çdo çështje familjare të mbetur me ndjeshmëri dhe kujdes. Personalisht, jepni përparësi aktiviteteve të kujdesit për veten që nxisin qartësinë mendore dhe relaksimin, siç është meditimi ose një shëtitje në natyrë. Duke qëndruar i përqendruar por i adaptueshëm, do t'i menaxhoni energjitë e sotme në mënyrë efektive, duke hapur rrugën për arritjet e ardhshme. Besoni në aftësitë tuaja dhe qëndroni në rrugën e duhur, duke e ditur se këmbëngulja sot do të çojë në sukses nesër. Ujori. 11 nëntor ju fton të eksploroni ide të reja dhe të zgjeroni horizontet tuaja. Yjet inkurajojnë ndjekje intelektuale dhe krijuese që sfidojnë kufit konvencional. Angazhohuni në biseda stimuluese ose bashkohuni me grupe që përputhen me interesat tuaja. Këto lidhje mund të nxisin ide inovative dhe të frymëzojnë projekte të ardhshme. Natyra juaj humanitare gjithashtu mund të gjejë shprehje. Merrni në konsiderat vullnetarizmin për kauza afër zemrës suaj. Në marrëdhëniet personale, mbajtja e dialogut të hapur mban larg keqkuptimet dhe forcon lidhjet. Profesionalisht, kërkoni mundësi për të përfshirë teknologjinë ose strategji të menduarit përpara që rrisin produktivitetin. Fizikisht, qëndroni aktiv me rutina që i përshtaten individualitetit tuaj, si sportet jo konvencionale ose trendet e reja të fitnessit. Mos harroni të merrni kohë për vetanalizë, e cila mund të ofrojë qartësi dhe drejtim ndërsa ndërroni për atë që ju pret. Universi mbështet kërkimin tuaj për rritje dhe inovacion. Prandaj përqafoni energjitë e ditës me entuziazëm dhe gatishmëri për të eksploruar rrugë të reja. Peshqit. Vibrimet e sotme inkurajojnë lidhje të thellë dhe empati në ndërveprimet tuaja. Ndërsa Neptuni ndikon në sferën tuaj të vlerave personale, përpiquni të kuptoni emocione themelore që nxisin dëshirat dhe vendimet tuaja. Kjo periudhë mbështet shërimin dhe kujdesin, duke e bërë atë një kohë të mrekullueshme për diskutime zemër më zemër me të dashurit. Besojini intuitës suaj për të lundruar në emocione komplekse dhe ofroni mbështetje aty ku është e nevojshme. Profesionalisht, aftësitë të menduarit krijues dhe zgjidhjes së problemeve do të nxirren në pa, duke ju lejuar të gjeni zgjidhje inovative për sfidat rutinë. Konsideroni si përmarrje bashkëpunuese që shfrytëzojnë si empatin ashtu edhe kreativitetin tuaj. Praktikat e kujdesit për veten që përfshin ujin, të tilla si noti ose një banjë relaksuese, mund të sjellin paqe dhe të rigjallërojnë shpirtin tuaj. Mbështetuni në realitet pa humbur nga syt ëndrat tuaja, duke balancuar me kujdes nevojat praktike me njohuri vizionare. Deri në fund të ditës do të keni një ndjenjë më të qartë qëllimi dhe drejtimi, duke nxitur rritjen personale dhe lidhjet përmbushëse. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.